Deklarata e kreu të LSDM-s Zoran Zaev se politika patriotike e LSDM-s u dëshmua si e gabuar ka shkaktuar reagime të shumta. Nga VMRO DPMN-ja shprehen se qytetarët e Strugës dhe Kërçovës janë të dëshpruar nga deklarata e Zaevit se koalicioni mes LSDM-s dhe VMRO DPMN-s në Strugë dhe Kërçov ka qenë hap i gabuar. Kanë reaguar edhe nga shoqata e Branitellave Bedem duke kërkuar që Zaev të kërkoj falje, pasi që, siç shprehen ata, ai ka vënë në të njëjtin thes Branitellat me pjesëtarët e UÇK-s. Në Strugë qytetarët treguan se çfarë është patriotizmi, se si mbrohet interesi i qytetit të tyre. Por në rast se Zoran Zaevi turprohet nga patriotizmi, atëherë ai turprohet nga antarët e vetë dhe qytetarët e Strugës. Për Zaevin është gabim të jesh patriot dhe mbrojtës i shtetit, am dhe rendit dhe të gjithë ata që dhanë jetën për Maqedoninë, nuk guxojnë të marrin atë që meritojnë për shkak se nuk u dashka të jenë patriot, nuk guxojnë të ndjejnë dashuri ndaj dheut të tyre. Pyesim kreun e LSDM-s në Strugë, do vazhdoj të mbrojë interesat e përbashkëta të qytetarëve apo do të ndjek gjurmët e Zaevit, tha Gjoko Ilioski nga VMRO DPMN-ja. Ai duhet urgjentisht të kërkojë falje për deklaratën e tij. Ajo deklaratë është e turpshme dhe ofenduese për ne Branitellat. Ne as në ëndër nuk kemi pritur që një politikan maqedonas do t'jap një deklaratë të tillë për Branitellat dhe do na vinte në të njëjtin thes me ata që sulmuan shtetin ton. Porositim Zoran Zaevin se ne jemi patriot dhe për dallim nga ai, nuk turprohemi që ta pranojmë atë, tha Goran Dimovski, kryetar i Bedem.